Shamia në shkolla. Ezani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kodi civil. Këto nuk janë çështjet e izoluara. Janë simptoma të një mashtrimi sistematik që u është bërë muslimanëve në Kosovë për me shumë se 2 dekada, nga pothuajse çdo pushtet që ka ardhur e ka shkuar. Le ta nisim me PDK-n. Këtu buron udhëzimi administrativ i vitit 2010, me të cilin ndalohen uniformat fetare, përfshirë shamin në shkollat e mesme dhe fillore. Uniforma fetare, thanë, në esencë ca kishte shamia. Pse? Sepse në Kosovë, mbi 96% e kosovarëve aso kohë deklaroheshin si musliman. Enver Hoxhaj e nxori këtë udhëzim skandaloz si minister i arsimit. Shumë është premtuar se do të hiqet kjo pengesë, për shkak të së cilës me 10 vajza në Kosovë janë përjashtuar nga shkolla, qoftë edhe për disa ditë. Asnjë gur nuk ka lëvizur, as nga Albin Kurti. Po, ani se premtoj, e ani se në kohën e tij u tubuan me 10 nënshkrime për këtë punë. Prej vitit 2011, ne e kemi pasur të qartë qëndrimin tonë që ne jemi kundër ndalimit të mbajtjes së mbulesës. Ka pasur tendenca për ta ndaluar atë, ne jemi kundër ndalimit, pra ne nuk do ta pengojmë një vajzë që shkollohet, a një vajzë që jep mësim në sistemin arsimor, për shkak se në një anë është e drejta e mësimit, e në anën tjetër është bindja jonë se është e rastishme çka kemi kokë e jo çka kemi kokë. Po prej kujt preten muslimanët? Nga një njeri i cili në vitin 2014 votoi pro ligjit që kufizon edhe ezanin, ligj që ezanin e cilësonte si zhurmë atë që është embelësia e krejt muslimanëve në Kosovë. Që dëshmia ku e ka votu Albin Kurti. Ligji erdhi nga PDK-ja, AKR-ja dhe disa parti tjera të vogla. Çuditërisht, kjo vetëvendosja që si opozitare votonte gjithmonë kundër gjithë shkaje që bënte, sidomos PDK-ja, të çështja e ligjit për ndotjen akustike, ku përfshihej edhe ezani, votoi pro. Një zëri, nga Albini te Visar Ymeri. Edhe shumica e deputetëve të LTK-s ishin pro. Mbajeni mend, sa herë ndalohet diçka për fetë në Kosovë, shënjesër është veç Islami. Këto tjerat i fusin aty sa për syje faqe, sepse Islami e besimtarët musliman janë shumica në këtë vend. Sa herë që afrohen zgjedhjet, Kurti, si kryeministër që është e që donë të bëhet prapë, tregohet fort i kujdesshëm. Në të cilën është ta presim sot marrojë. Të presim. Çka me prit? Ti ke votu për me ullë decibel të kësoj thirrjeje. Nuk mbaron gjithçka këtu. VV-ja e solli edhe prej kodin civil që rregullon në një farformë martesat e gjinisë njëjtë. Diçka që bie ndesh me parimet e muslimanëve. Madje edhe katolikët janë quar kundër kësaj nisme. Kurti vetë thoshte se do të angazhohet që ky kod të kaloj pas disa dështimeve në kuvend. Do t'i siguroj personalisht votat shumë shpejt. As PDK-ja nuk thot se nuk e voton. Ani pse shprehet pro familjes. Kjo në Bedrin ka follirat. Për mu familja është shumë e rastishme. LDK-ja pa të thënë se benda vitit por duhet gjithçysh me kalu. Edhe këta thonë se janë pro familjes. Mos folliratni. Kur Albin Kurti, Bedri Hamza e Lumir Abdigjiku nuk janë bot gjallë për lëvizjen e Deçanit, që i ka shpall luftë Islamit. Folni more, në Kosovë, edhe pse jemi shumicë muslimane, nuk i kemi të lejuara as sendet ma bazike të parimeve të fesë islame. Bile, sfundmi na kanë shpallu luftë, e këta heshtin. Ku mbeten ato parullat e famshme etiketime, terrorizmi. Parasyve e keni. Hajde, luftane. Nejse. Qyshmet puna e xhamisë të Ibrit? Nashta si heqe ndalesës për shamin shkolla, Shënjestër.net